Mirë mbrëma miq të dashur, po takohemi në edicionin e parë të vitit 2026, këtu në distrikt, e po e nisim në fillim të muajit janar, fillimi i vitit në fakt, ku të gjithë njerëzit edhe fytyrat publike në fakt preokupohen se si do të mbyllin vitin, me çfarë objektiva, qëllime apo suksese. Dhe për këtë, ata shpesh orientohen të lexojnë fatet e tyre në parashikimet e fatit, në shenjat e horoskopit ose letra tarot. Dhe për gjitha këto në fakt, sonte do të flasim për besimin në astrologji, ndikimin e saj në vendimarrje dhe se sa në fakt është një udhërrëfyes ndoshta. Për këtë temë sonte kam kënaqësinë që të ftuar në panel të kem doktor Samir Rexhepi, neuropsikiatër. Doktor, mirë mbrëma dhe mirë se vjen. Mirë mbrëma, mirë se vjen. Po ashtu, nuk ka se si të mungoj edhe një yll i showbizit, aktorja jone mirënjohur, Ariola Demiri. Ariola, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Dhe patjetër që në studio duhet të jetë edhe një astrologe, Velsa Dragusha. Velsa, mirë mbrëma dhe mirë se vjen. Mirë mbrëma, si je? Mirë, në fakt, ne para se të filloj emisioni, e komentuam pak a shumë gjithë nga ana jonë, përveç personale dhe asaj profesionale, ndoshta se si jemi të lidhur me sferën e leximit të këtyre shenjave të horoskopit. Ariola, ti personalisht, si je në lidhje me besimin dhe astrologjinë? Kam filluar shumë vonë të besoj, pasi nuk e gjeja veten fort te shenja ime. Dhe një intrigë më intrigonte të dija më shumë rreth shenjës time, edhe pse nuk e gjeja veten në shumë gjëra tek shenja ime. Cila ishte ajo? Unë jam Virgo, ascendent Akrep, edhe hënën e kam Gafore, Afroditën po Virgo. Kështu që jam një mix shumë i çuditshëm, sepse kam një ndjeshmëri shumë të lartë edhe nuk e kuptoja pse e kam këtë ndjeshmëri shumë të lartë. Pastaj shpjegoj që hëna në Gafore, Gaforet janë një ndër shenjat më të ndjeshme, më empatike, sepse thonë aktore, po loti më rrjedh shumë kollaj, jam shumë sensitive ndaj çdo lloj. Pra përfshihesh në rol. Përfshihem në rol, po përfshihem në ndjeshmërinë dhe empatinë që kam ndaj dhimbjes së të tjerëve, ndaj ngjarjeve që ndoshta për dikë vjen me qajt për shembull për një qen që është i braktisur në rrugë dhe nuk e gjeja fort veten tek shenja ime. Pastaj kuptova që tek Virgo kam marrë, jam shumë detajiste, këtë e kam të Virgos, dhe një zjarr kështu si person e kam sigurisht të Akrepit. Domethënë jam shumë mix edhe jam shumë e përzime, nuk e gjej veten tamam te asnjëra nga shenjat që më përfaqësojnë, qoftë në hënë, ascendent apo tek Kjo ndoshta edhe pjesë e karakterit më shumë, doktor. Nuk e di prej anës të psikologjisë, ndoshta qysh e shpjegon karakterin që e tregon Ariola. A ka të bëjë më shumë me parashikimin e horoskopit apo është më shumë si karakter? Thjesht më shumë janë tiparet të personalitetit saj. I ka disa karakteristike të cilat janë, por në përgjithësi problemi më i madh kur njerëzit kërkojnë me parashiku fatin, qoftë në fallë, qoftë në letra tarot, qoftë në horoskop, është thjesht në një mënyrë mungesa e vetbesimit. Edhe atëherë kërkojnë atë pjesë të mungesës vetbesimit, edhe thjesht nuk mund m'ia pranu vetvetes, po jashtë paraqiten edhe prezantohen si persona që kanë një vetbesim shumë të madh, e krijojnë një mbështjes rreth vetes, tu imponu tjerëve se kanë shumë besim, ndërsa në fakt përmenda janë shumë të brisht, edhe shumë të ndishëm. Dhe atë vetbesim që dojnë me pasqyru për jashtë, përmenda është një mungesë, ashtu që ka nevojë për një mbështetje, për një shtytje, për një diçka. Qysh janë kriju këto herojtë si Superman, masande njeriu Marimange, krejt ka qenë nevoja për me ardhur disa ndryshime, se neve na mungon një guxim, një vetbesim i duhur. Kur jemi me një vetbesim tult, atëherë edhe vetvlerësimi është në një shkallë tult, edhe shpresojmë se do të vjen një superfuqi e cila do t'i zgjedh edhe ta kohën presim. Ndërsa na,
si popull na jem ata që krijojmë shumë let mite edhe presim përpara mitet tona janë këndu me Çiftelinë për roda, tash kanë fillu edhe me muzikë argëtuese e krejt, mi ju këndu miteve se jem populli cili. E kem një shkallë shumë tullt vetbesimit, e kem një vetëvlerësim tullt, edhe atëherë nuk kem një guxim qytetar për me kap një luftë edhe me provu me ndryshu vetë diçka, ku nuk e kem atë guxim qytetar, atëherë presim një super mësus me regullu arsimin, një super dok i cili ka me regullu shëndetësinë edhe krijojmë në këtë mënyrë pritje cilat janë. Një hero e presim. Unë do të dërhyja pak doktorit edhe me thënë të vërtetën momenti kur unë kam fillu me pa nga horoskopi është momenti kur jam transferu në Kosovë sepse çdo njeri kur e takoja më thoshte çfarë shenje je. Dhe duke më thonë çfarë shenje je, unë i tregoja shenjën edhe më thoshte ti e kështu, ti je ashtu, ti je kështu, ti je ashtu. Ky është momenti i parë. Mendoj që të gjithë njerëzit në përgjithësi i kanë ato mungesën e vetbesimit, po duke u rritur, duke njoft potencialin tënd, qoftë fizik, qoftë mendor, ti e ke vetbesimin brenda. Nuk vjen vetbesimi se të tregon, unë nuk besoj në bestytni, jo maci Azez ma kaloj rrugën edhe, do me thonë, jam njëri në karakter shumë i fortë në parim, jo për me shit këto se me të kthy kundra, po mendoj që jam një njeri që e ka një vetë vlerësim shumë të lartë për veten, e kam pas gjithmonë, e ja kam njoft potencialin vetes. Mirë po, duke taku secilin e duke më thonë ti parë dhe karakteristika që nuk një farë imponimi në Kosova. Po, një farë shumë imponim. Dhe me thonë, kur nuk kam besu në horoskop. Dhe mandej shkova deri aty që me pa si ka ndryqu nata në të cilën unë kam lindur. Për me tregu paka shumë a ka qenë se për secilin, për shembull, unë e fëmijëve ja u kam bë atë fotografinë si ka qenë nata, yjet, si kanë qenë momentin që kanë lindur. Edhe vajza e madhe për shembull ka pas shumë myje, shumë. Edhe e vogla ka pas shumë myje dhe thash okay, do ta shoh edhe temën si e kam, a ka qenë po aq e ndryshuar. Po kjo nuk vjen për shkak të mungesës së vetbesimit, por ka të drejtë doktori që ta jep një shtys shumë të madhe horoskopi për të mbështetur. Për shembull, Virgoja prej shumë vitesh nuk ka qenë më të mirën e saj dhe thuhet që 2026 është viti i virgjëreshave. Është shumë interesante kena dhe astrologën më na tregu se po të njëjtën e kam dëgjuar edhe për peshqin, në fakt. Po janë 3-4 shenja që janë në 2026. Interesant, mu ka duk që të Shqipnis janë ma të hapur dhe kësaj pjesës të horoskopit se sa në Kosovë, për shembull, që është eksperienca ja me të paktën. Mu ka duk sikur kur unë ja kom nisë mu mirë me horoskop edhe tarot, në Kosovë nuk janë kanë shumë të mësu me atë farë pjesë, në Shqipni janë kanë qashtë Shqipëri, taroti, filxhani, letrat janë matë përhapura, kam përshtypje. Ama dhe ma të përqafu, me dyqysh sikur ju do ke shumë sani mirë njerëzve, po, e marrin shumë me sportivitet. Mendoj që secili ka drejtën me gjetë besimin ose shtysen te një gjë. Për shembull, unë besoj më shumë në horoskop se sa besoj në filxhan ose në tarot. Okej, ama po du mu ndërlidh para se me folë për pjesët e tjera. Sa i përket për shembull horoskopit dhe tarotit ekzistojnë mënyra ndryshme që mund është mi përdor. Nuk është që ti mund është mi përdor vetëm për të ardhmen. Ato në realitet janë shumë atë mira, ka një herë bile mi përdor si vegla për me njoft vetën, për shembull. Varet edhe me personin cilin po ta interpreton ty hartën natale ose po ta interpreton ty leximin tarot. Varet çfarë qasje përdor ajo, se s'ki qare ti pak prej vetës tone pa e lanë që aty. Se na qashtu qysh jemi interpretojmë senet, jo qashtu qysh janë. Edhe pak a shumë nëse ti e përdor për mirësim vetëvetes. A lidhet me këtë që po thot doktori që kanë një mungesë vetbesimi, a e shfrytëzon ju atë pjesë? Njerëzit që janë shumë të fokusum pjesën e të ardhmës, kam pak, po edhe është punë besimin, çka besojnë. Për shembull, dikush më pyet, po a pe bëj as pe bëj me letra, dhe i thon, pa nuk e din ti a pe bën as pe bëna?
pse po pyet mua, a ke mu qu ti me bo që të sen? Apo kupton është sikur ai qatë shumë e ka atë bindjen që është një fuqi përmi të që e shtren ato me lëviz sikur marionetë dhe ai s'është në kontroll në funditës, sa që e ndjen nevojën më të pyet ty, për shembull, a ka menajtur në këtë lidhje apo do në apëtin, edhe është diçka cilën ti në realitetisht do është vetë me ditë apo jo, jo më pyet mu. Edhe pse unë moj nështë më të drejtu dika, po ti ishdo është me ditë, apo jo? Pse po më pyet mu për vendimin që a do ti me morë vetë? ndihmon deri në far pikë që me marr vendimin, apo Po, unë mendoj që të paktën mënyra që shumë e bëj tarotin është formë këshillimi, sugjerimi, është reflektimi i energjisë momentale, unë edhe klientave të mi u thëmë, se ka disa njerëz që të më pyesin paraprakisht, e aja qëllën ti ajo. Sa përqen ja qëllën, aja vlen. po në fakt se ka shumë sipas asaj që po flasim që tha edhe Kur kanë Ariola. mungesë vetë besimin vete, patjetër që edhe te do e reflektojnë mungesën e besimit. Po. Unë ju them, zene që jetu e bo për argëtim, se kur gjithë është e garantume. As disa mi euro më me nuk është e garantume, në një, në dy, këto janë reflektim i realitetit subjektiv. Është reflektim i energjisë tone, jo reflektim i realitetit objektiv. Do me thonë, nuk është se letrat s'pëdi që me thonë nuk janë ato në qiell, me po që apo ndodhë gjithë kanë të njëjtën kohë. Ka drejt doktore, sepse na jena një popull që nuk priremi me shiku brenda nesh, me gjithë gjanat që na pëlqejnë, më shumë jena people pleaser, me knaq tjerët, me thonë po jam edhe unë si ti, që me gjithë ngjashmëri për me pas afeksion nga njerëzit. Kërkojnë një stimul të brendshëm për me ja u plotësua atë egon që e kanë brenda, se ti e shef realitetin, po themi në një lidhje, e di kahjen ka e ka. A ki me shkue drejt një të ardhmje të përbashkët, apo kjo lidhje ka fundin shumë të shpejt. Do me thënë, ka gjana që ti din po s'don me i besu dhe ka drejt doktori që i shty me këto sendet që hajt ta shofatin e hajt kupom qofatin. Një lloj shprese ndoshta. Një lloj shprese e vakët që rrinajër, Kjo në fakt një kohë shumë më herët është gjithë njerëz që kanë pas probleme me vetbesimin, theksume janë drejtu tek shëndeti mendor, edhe janë drejtu tek psikologu ose neuropsikiatri. Po sipas edhe disa ulëmtimeve që i kom bërë, domethënë prej vitit 1990 kish fillu në Kosovë kryesisht me u përhap trendi i leximit horoskopeve që ndoshta janë kur veç mëngjes, po tash kanë fillu drek, darkë, letra tarot që janë çdo kënd i kina platforma online që lexojnë për peshqit, për virgjëresha, për gjitha shenja. Domethënë njerëz po drejtohen më shumë ndoshta ka leximi i parashikimeve të fatit. Po flasim vitet e 90. Ama E isha dini që ka përfshi ndodhur diçka? në Kosovë dhe në Shqipëri viteve të 90-ta? Ti marim kafet. Kur ka punësim të madh, kur ka një zhvillim ekonomik, një zhvillim industrial, kafet janë boshe. Po kur papunësia është e madhe, varfëria është e madhe, s'dihet prej ka higjinën ato pare, por kafet janë plot. Pra, mendon që është një mungesë e punës edhe e vetëdijsimit të popullit që kanë fillu me u drejtu më shumë ka kjo pjesë? Jo, po flasim periudha viteve të 90-ta ka qenë një periudhë shumë e vështirë për popullin shqiptar. Ne e kem pas një diktaturë, një apartheid, po flas për Kosovën. Në anën tjetër, Shqipëria ka hyrë në një transformim të plot, edhe normalisht se aty ka pas ata që kanë pas benefite për një shoqërie më herët, po shumë vonë edhe është njës me pjesa folë më e për hjekun. horoskopin në Shqipëri. Vitet 2000 mbrapa ka qenë, nuk ka qenë Që ka askush i qenë ma e lidhur, po, që theksume, ka do qenë të ma e Kisha dashur edhe theksume. mund të lidh se the para ma herët the, kur njerëzit kanë pas probleme vetbesim, kanë shku të psikologu, I beg to differ, shqiptarët kur kanë pas probleme vetbesim nuk janë shku as te psikologu. Nuk e di tash ti unë po besoj që e dina që deri vonë nuk kanë edhe një farë lloj paragjykimi dhe ndaj asaj. Kanë menduar që vetëm sëmundjet e rana ku vrehet, ku ty ndoshta vepron edhe sillesh në Po mënyrë tash nuk është abstrakte. ajo mo. Tash nuk është, po kur u kanë horoskopin mod, u kanë Mendoj që gjeneratat e reja kanë fillu mos pak folni- me rreth psikologjisë u kanë edhe të 90-tat. Na psikolog Kosova para luftës, jo numru në gishta numri i psikologëve klinikën Kosovë. Nuk kem pas. Po flasim që tash të kem një ushtri të tërë të psikologëve.
Po mjerisht nuk janë funksionalizu në njërën e duhur. Një pjesë e madhe e tyre nuk punojnë në fushat gjese, por kemë ma shumë psikolog. Mjerisht, numri i psikiatrëve është shumë i vogël edhe nuk i përmbush nevojat e populatës për nga numri me standardet e organizatës botnore shëndetësisë. Po. Po nuk po flasim gjithmonë shëndeti mendor është ajo. Duhet me kuptu se jo çdo sen, jo çdo krizë është një problem i shëndetit mendor. Se ne kalojnë për krizat tona zhvillimore, që është shumë normal. Edhe kem problemet ndryshme. Mandej, kem problemet me statusin ton hormonal. Edhe çdo ndryshim hormonal patjetër përcillet edhe me gjendjen emocionale. Edhe jo çdo vizit duhet me shku te psikiatri ose psikologu pse nuk jam mirë. Jo, unë po shkoj për me qenë mirë. Pjesë e kulturës edhe e traditës tonë është marrim në përgroj krejt qikat e mahallës, në sa po dalin, kur po kthehen, çka po pinë, me kanë po rrinë. Po ne nuk flasim për vetën kur. Ne nuk miremi me gjendjen tonë emocional. Të mbrëmshme. Edhe ato ja lojmë tjertë edhe interpretimi i tyne është në varësisht prej energjisë cilën e kanë ata persona. Në varësisht prej asa energjia është energji pozitive apo një energji negative emocionale, atëherë bëhet edhe përshkrimi në atë kontekst. Në gjendjen që je. Mirë, po kur po flasim për astrologjinë edhe shëndetin mendor, me ndërlidh më herët Ariola e përmendi edhe ndoshta këtë pjesën e dashurisë. Po përveç saj ka edhe shumë sfera të tjera ku njerëzit priren që kur kanë momente të dobta në jetën e tyre, të drejtohen leximit letrave tarot jo vetëm Kosovë, por në gjithë botën. Në fakt që e pash edhe një deklaratë të Dua Lipës në fakt, e cila kishte thënë që unë e kam edhe një psikolog, po e kam edhe një lexuese të letrave tarot që më tregon se kur kam e pas suksesin ose konsultohen se kur kanë me lancu një këngë, kur janë yjet më të favorshëm e tjera tjera. Jo, shkojmë edhe ma thellë. Edhe gjatë mbretërive të lashta. Ata kanë pas një astrolog ose një faltor ose që i ka parashiku qoftë luftar e ndryshme, betejat e ndryshme do t'i fitojna. Kam besu edhe mbretërit në ato. Po. Ashtu që nuk kam habit as pak, po për mbranda tyne çka reflektojnë, ajo është diçka tjetër. Nga ana psikologjike, kur jemi te kjo pjesa që përmendi edhe Adrolan, S'ka problem. Ariola. Te ana e dashurisë. A ndikon tek ndarja ndoshta e çifteve ose partnerëve shembull kur i thot lexuesja letrave tarot ose horoskopi që kanë me u nda, ndikon në anën psikologjike që me çu drejt ndarja shembull? Kur ekziston një shkallë e ulët e vetëbesimit, dhe mungesa e vetëbesimit është gjithmonë ajo, apo ofroj aq sa po kërkoj, apo krijoj unë dikun boshllëqe. Ajo pasiguri don me u përmbush me një parashikim, e kom ditë se më ka thonë ajo që nuk shkon gjatë, edhe nuk mendon se cëlla është mungesa cëllën ti e ke kriju, atë boshllëk cëllën e ke kriju në atë lidhje. Nuk do në me u marrë me atë pjesë, sa të hermirësh me vetë. Po, fajtore ka se e disha. A ndikon në dashuri, Ariola? Unë mendoj Ariola? që fokusimin, ne jemi të prirur që me u fokusu te negativiteti, fjala negative, sjellja negative, dhe sa më shumë e mbajmë mendjen te kjo energji, jemi të prirur me shku drejt asaj energjie. Sa më shumë e majmë vetën, ndoshta unë edhe për shkak të profesionit tim. Shumë herët kam ditë me balancu energjin pozitive me energjin negative. Dhe është shumë e domosdoshme me ditë që në qoftë se nuk e zhan pozitivitetin me njëherë, por ma shumë te polariteti negativ, është mirë me balancu dhe me najt në një zonë neutrale derisa trupi jot, mendja jote të qetësohet për me pa dritën, po themi jeshile, apo dritën në fund tunelit. Edhe jam e bindur që na
e potencojmë më shumë ndjenjen negative. Edhe jemi të prirur me shku drejt asaj, se ti çfarë të tërheqësh, aty do shkosh. Po. Kështu që po the, më ka thonë komundo, pse komundo? Po lidhna te kjo fjalia. Pse më tha komundo? Po jo komundo, se unë jam kon kesh, tani nëse të rrinë mendja aty dhe fokusohesh te ndarja, sigurisht do ndahesh. Po nëse ndikon në një farë forme kur beson shumë emocionalisht. Nëse nuk e ndryshon me fjalët e duhura gjendje negative, gjendjen emocionale negative, nëse nuk e fokuson me si ta zgjidhi, po direkt komundo, ose pse komundo, normal që ti do shkosh drejt ndarjes. Nëse i thu vetes, jo më unë s'ndona, jo më fort, ko me bo me funksionu, tani e ndryshon edhe gjendjen. Unë mendoj që gjithë njerëzit e kanë një energji. Gjithë njerëzit sa do të arritur, qofshin ata në karrierë, në jetën personale, sentimentale, etj. Nëse fokusohen dhe priren drejt negatives, aty do shkojnë. Po nëse priren drejt pozitives, sigurisht që merr kohje komplet tjetër. Edhe jam e bindur te energjia. Energjia flet më shumë se sa shenjat, se sa vetbesimi, se sa shumë gjëra që na jena të prirur me I besu para vetvetes. Ti vetë personalisht, ndoshta ndonjëherë kur ke pas kështu probleme emocionale ose pasiguri që ndoshta edhe në botën e showbizit edhe vëmendja gjatë gjithë kohës kur jeni, po tek kjo është ndoshta pak më ndryshe. Kur jeni gjatë gjithë kohës në vëmendjen e kamerave dhe njerëzve, është tension më I madh. E kam kuptuar që për shembull po marr pjesën e Big Brotherit, masi kam dal nga Big Brotheri, kam pas një shtrydhje, një boshllëk shpirtëror që nuk më emociononte absolutisht asgjë, nuk më bënte asgjë përshtypje. Dhe fillova jo më shqetësu, po me u investu pak më shumë në kërkimin e vetvetes dhe gjendjes brendshme. Arrita me sheki Hysenin me bo disa seanca meditimi, sepse filloj të më shqetësonte kjo gjendje që nuk më përkiste. E në fakt ishte një gjë shumë normale, se kisha qëndruar në një program televiziv që kisha dhënë gjithçka nga vetja, e kisha shtrydh komplet veten, komplet kaluarën, dëshira për të ardhmen, dhe si duket nga gjithë ky presion, isha shtrydh shpirtnisht, emocionalisht, edhe isha bosh, nuk më emociononte asgjë, edhe thosha, po më mra mu tani një shfaqje, si e menaxhoj emocionin, se nuk më vite asnjë lloj emocioni. Do me thënë isha në një gjendje as bardh, as zi. Dhe u fokusova më shumë te vetja për me vlerësu energjinë time, për me vlerësu karakterin tem, edhe mu kthy avash drejt hapave normal që kam pas përpara se mu fut në këtë. Kjo ka qenë një periudhë shumë e vështirë. E në fakt zgjati goxha, I dhash vetes kohë siç tha doktori, u tërhoqa nga televizioni, u tërhoqa nga intervistat, sepse ndjesia e brendshme me atë të jashtme nuk përputheshin shumë. Do me thënë, një gjë tjetër mendoja, një gjë tjetër dilte nga goja dhe nuk përputheshin gjërat. Do me thënë, fillova të bëhesha me pa dashur, sepse isha e çbalancuar emocionalisht. Edhe patjetër që edhe kam kërkuar ndihmë, pa diskutim, kam kërkuar shekit ndihmë, edhe më ka ardhur ndihmë të jashtëzakonshme. Ku më kthej mbrapa në kohën ose në periudhën time ndoshta më të lumtur që ndoshta unë se kam vlerësu deri në atë moment që ka qenë fëmijëria. Edhe avash duke vlerësu hapat e vegjël, fëmijërinë, mënyrën se si jam rritur, mënyrën se si e kam përjetu, vlerësova edhe karakterin edhe personin që jam sot. Do me thënë, e shkuara mu lidh me të ardhmen, ishte një pjesë që e kisha lënë mbrapa krave edhe zbulova që të kthehesh në rrënjë, edhe mënyra se si je rritur, se si je formuar, të potencon si njeri edhe të rikthen ndoshta në një gjendje edhe më të mirë edhe më të vetëdijshme se sa ajo e para për veten edhe personalitetin. Po, që në fakt ne shpesh harrojmë prej ngarkesave të mëdha dhe prej stresit përditshëm, harrojmë me unajli dhe me ndjej veten, domethënë gjatë gjithë rrugtimit, edhe pse unë nuk po e mora si një situatë normale, nuk e përkeqësova veten duke thonë, hey, se seriozisht aty e kam kuptuar pse njerëzit me një ndjeshmëri shumë të lartë i drejtohen qendrave për shëndetin mendor, psikologëve,
Unë nuk Po e di, themi ndoshta këto- ka akoma stigma doktor, por mendoj që tash gjenerata e re kanë fillu pak më ndryshe, shembull me njerëz që unë rrethohem edhe me njerëz që ndoshta i takoj e kanë vetëdijsimin pak më të ngritur të çështja e shëndetit mendor. Kanë një guxim shumë më të madh se gjeneratat e vjetra, se e respektoj shumë guximin e atij që e hap derën për me hyte. Do me thonë, është një guxim se dikush kërkon me fillu me u marrë me vetë vetë. Jo rrallë herë, artistët, këngëtarët. Mujnë me qenë, me performu në mënyrë ideale, mos me mungu asgjë, se aty është ai vetbesimi profesional ku e japin gjithë prej vetës. Në momentin kur del prej rolit, kthehet vetvetja. Tash, ai vetbesim që është në aspektin profesional, jo gjithmonë është i njëjtë edhe me ato Në aspektin personal. edhe atë, se ne si krijesa, ne kemi boshllëqet tona. Natyra nuk do ruan boshllëqe. Edhe aty ku ekziston një boshllëk, ka me u mbush me diçka që na ndoshta nuk dëshirojmë. Edhe aty është ajo tendenca jonë që me e rujt një baraspesh me vetë vetën. Duke e njohë vetën, atëherë e ki një ekuilibër. Në momentin kur ka plot gjëra që nuk e njeh vetën, unë i përshkruaj kështu, janë disa kuti, cilat ne nuk i hapim se jem të vetëdijshëm, se nëse e hapim ka me shkaktu një dhimbje. Edhe gjithmonë provojmë me i anashkalu ato kuti edhe miremi me ato tjera cilat janë ma pak dëmshme. Por në fakt, për njohjen e plot vetës, ne duhet t'i hapim ato kuti, duhet të ndrojmë atë prizmën, kanë vështrimin e një problemi që e kem pa, edhe kur ta shohim prej kandeve të ndryshme, atëherë e kuptojmë se në fakt perceptimi jonë ka mujt me qenë i gabushëm, ose ja japim një kuptim asaj dhimbje, pse ka ardhur, se zakonisht gjana që vim prej familjes janë për shkak se fëmijët për plot gjëra, qoftë edhe për konflikt prindve, e fajsojnë vetën. Kur i hapim kuti për atë, kem nevojë për mbështetjen e një profesionisti apo një ndëgjuesi të mirë, shpesh nuk kam nevojë për trajtim. Është thjesht një mbështetje edhe një përkrahje një personit sa me lëvizat guri, mandej guri vazhdon vetë me u rrokullis. Ajo nuk është trajtim, ajo është një mbështetje, ajo është një përkrahje. Që secili njeri në fakt në një formë apo tjetër, ose në një fazë apo tjetër ka nevojë. Që janë psikologët e ashendentit. Për vigjereshat. Po, për vigjereshat që janë psikologët e zodiakut, se thash ashendentit. Janë psikologë shumë të mirë, janë dëgjues shumë të mirë. Virgjëreshat? Po, virgjëreshat ju ndihmojnë shumë njerëzve. Janë nana e zodiakut është... Nana e shenjave të horoskopit. Po. Jo, gaforja është nëna. Bricjapi Nuk është janë baba. Unë e nuk deri janë mund pas dëgjues- ta mendu që jam peshqit, se Nuk doktori është peshq. nuk janë dëgjues të Peshqit mirë. janë apo janë? Unë artistët. pa mendu që jam peshqit. Peshqit janë artistët e zodiakut, një numër i madh i artistëve janë peshqi. Do me thonë njerëz të famshëm cilët i njeh, cilët këndojnë, kanë o diçka të peshkut me do e mos. Edhe kur them artist, nuk ka të bëj vetëm me këngëtar, ka të bëj me çka do. Bile peshqve ju shkon shumë edhe astrologjia gjithashtu, kështu që janë të njohur edhe për atë pjesë. Në fjalë tjera nuk ju besohet shumë peshqve. E çfarë Se aktrojnë. Unë jam akrep, okej. Mendoj se kam të çudit një fakt, ti e ki ascendentin në akrep, ndërsa unë e kam hanën në virgjëresh. Po, më ndodh shumë shpesh që kam akrep me virgjëresh, ose ascendent, ose han. Virgjëreshat janë persona që ju ndihmojnë shumë të tjerëve. Për dallim për çka ja ku mendojnë njerëzit, për shembull me binjakun ke shumë më shumë ngjashmëri, sepse të dy të keni planetin kryesor Merkurin, edhe jeni shumë llafator, edhe ju edhe binjakët. Do me thonë virgjëresha është në fakt ndër shenjat e tokës që flet goxha shumë, për shembull. Edhe e ke hanën në gafurre, është e vërtet që je shumë emocionale. Ka shumë energji. Hana në gafurre është lloji i hanës që përderisa egzalton në atë shenjë hana, sepse janë planetet korrespondente, gafurja me hanën,
Në anën tjetër është diçka për cilën ti duhesh me punu gjatë për me balancu, sepse është një s'po di shumë thonë tsunami emocioneve. Edhe njerëzit të cilët e kanë hënën nga forredin edhe me perceptu diçka sikur lëndim, sikur me perceptu diçka sikur çto ma buni ç'shtu. Jam njeri shumë i qetë edhe ta parashikoj është bajagi. Do me thënë, prandaj jam fokusu me nxjerr, po themi, pjesë të karakterit që mu nuk më kanë figuru me këto shenja që më përfaqësojnë. Do me thënë, unë jam një njeri që duron shumë, nuk e them fjalën e fundit parën, do me thënë, duhet shumë mu derdha jo kupa, që unë me marrë një vendim edhe nuk e marrë vendimet. Jo, jam duke u krahasu me virgët që kam në shoqëri, në familje, edhe shenjat e tjera jam e prirur me veçu veten në aspektin e durimit, në aspektin e karakterit fort, që ndoshta këto i ke perfekcionu me kohën Ariola, ajo. Jo, mendoj që nuk kam ndryshu, ndoshta jam bë ma person publik, e njohë njerëzit, po pjesën e karakterit nuk është se e kam ndryshu shumë. Se njerëzit më thonë, Ariola, sa mirë nuk ke ndryshu, dhe po flasim për njerëz që janë rritë me mu. Dhe me thënë, ngelet i njëjti karakter që në fëmijëri, nuk është se kam ndryshu shumë. Unë e mundem me folë ndoshta jam përmirësu po. Karakter, po, për që ato dishta me u lidhë, se karakteri si karakter është vështirë me ndryshu, po me u përmirësu rrugës në ato vetit durimit, edhe kur sprovosh njerëz që karakterin e ndryshojnë 3-4 herë rrugës. Mundet edhe doktore me tregu për këtë. Personaliteti di që ndryshon karakterin qyshe di. Ndryshon, bashkë me personalitetin ndryshon edhe karakterin. Pjesa e personalitetit është diçka që ndryshon ma shumë, për atë fakt edhe çrregullimet e personalitetit janë shumë rezistente në trajtim. Lyp, shumë angazhim, shumë mundi dhe ndryshimet e personalitetit janë shumë vogla. Janë karakteristikat të cilat në momentin kur ne vetëdijsohemi, ne punojmë me vetveten për me ndryshu. Por nëse i marrim yjet dhe gjithësinë, ne dim se ka plot yje që janë me shumë vite dritë. Do me thonë, pozita e një ylli të mbasëllës ju përsaktoni për ta. Neve e shohim ato mas 100 vjetë, se kanë vyt 100 vjetë dritë për me ardhë ajo shëmbëltyrë. Edhe tash me i marrë diçka që i ka qenë dikun 100 vjetë, dikun 50 vjetë, dikun 1 vjetë dritë, edhe ne tash i shohim ato edhe në basë asaj kemi përsaktu tash. Është diçka që ka ndodhë para 50 vjetë, apo me e marrë diçka që ka me ndodhë për një yll cëllin ne po e shohim shëndritjen e tij mas 50 vjetë. Ka shumë teori tashte që përfshihen këtë pjesë. Shumica e njerëzve mendojnë kur bëhet fjala për astrologji, që ti e merr një teleskop e sheh yjet edhe çështu të këka, çashtu të këka, edhe që planetin fjalë po ta afektoj ka ty. Po në realitet është pak më ndryshe, meqense yjesit ndryshojnë vazhdimisht, horoskopi nuk është i bazuar në yjesit, është i bazuar në mitologjinë, është i bazuar në historinë që janë krijuar mbrapa aty në yjesive mijëra vjet më parë. E jo çka është ndodhur për momentin me dëmos. A është kjo vetë studim, a ka të bëjë edhe pak me, ndoshta me aftësinë tënde personale, shembull, unë kam dëgjuar që nëse nuk e ke pas gjyshën ose nonën, ose dikon që ka lexu kafe, si kjo lidhet edhe pak me këtë pjesën e leximit të kafes, që nuk e ka aftësinë për me të lexu ty. A është vërtet kjo? Atë pjesë, nuk kam taku dikën të në atë paktën, që merret me atë pjesë dhe nuk është marrë kërkush në familjen e vet, bile pak me ato, po nuk është që është aftësi e trashëguar. Tashti doktori e flet ma mirë këtu, po unë mendoj që na ashiqare, do me thonë kur jenë fëmi, influencohemi prej seneve që a i shojnë prindrit tonë të i bo se njerëzit për rreth nesh. Edhe ajo pjesa e trungut familjar, gjenet tona, ati edhe mos me po kur ato të e bo, unë mendoj që ka më të ardhë një diçka mrena vetes tane me s'po di, sikur një stimul me shiku ma shumë aty, apo kupton? Sikur diçka ka më tërhek na drejtim. Prindrit e mi, familja em, nuk është që më dëmos janë mirë me horoskop asnjëherë. Në realitet nuk e kam dëgjuar ndonjëherë shenjën e horoskopit të përmend para një moshe të caktuar. Unë e kam sjell familjen tem. Me ndonjë tjetër parashikim të fatit jo. Me kafe kanë këshyr keq, do me thonë këtu te na, po kjo është diçka që unë për shembull tash të thënë të drejtën kanë ndodhur shumë ndryshime edhe brenda personalitetit tim me kalimin e kohës. Për shembull unë kur jam qenë
shkollë të mesme, kur shkojshin familja eme me këshyr dikon fallë ose diçka për qefi, unë u bësha shumë e vëz. Edhe është do me thone për mua që dishme i thesha ku din ajo? Qysh po shkën të ajo? Qatë din ajo mëre? Së ta kalëcën ajo ty? Edhe së dëshë vetën në atë pozit ku unë jam të bo atë punë. Që është shumë e çuditshme apo jo? Jo, së është as pak e çuditshme. Edhe më herët pyeta. Sa vërtet i beson atyre që i thu? Tashti të thënë të drejtën, unë kom po, do me thonë me sytë e mi, sepse kjo është lloji i punës që tu e bo, tu eksperiencu, tu mësu sene të reja vazhdimisht. Unë në fillim, kur e kom fillu këtë farë pjese, vetëm u kanë për me tje lexan ato manualin. E hjella ato njohurit e përgjithshme para prake, por nuk më mëson sikur kur jetu ja lexu dikujt për herë të parë dhe tu munu. Edhe më ka ndodhur me ushtruan njerëzit që shto ju shkojsha në për shtëpia, kom pas tepër çmimin e Olca mos më thonë apo den. Edhe herë ka dalë diçka tjetër, këtu diçka tjetër unë kam mendu që ka ndodhur. Ai para gjykimi jam u kanë tjetër, po letrat kanë thonë diçka tjetër, u dash me fol çka kanë letra. Najherë nuk e kam besu që ka ndodhur, po u dash me ta thonë, apo den se s'pom pagun për opinionin tem, po për çfarë po thonë letrat. Edhe Po, në fakt, në faza të ndryshme, përmendëm deri tash që edhe Ariola, si që morë shembull edhe daljen pas biku, do me thonë njëri ngarkohet emocionalisht edhe këshyr me gjetë vetën në sfera të ndryshme për atë mbështetje ndoshta, edhe njerëz ndryshme kanë gjetë leximin e kafeve, tarot e tjera. Po sa ndikon, më intereson me ditë kjo, ndoshta ose sa keni pas ju përvojë personale edhe doktori me raste ndoshta qoftë nga showbizi ose edhe figura të thjeshta që kanë pas frikë nga parashikimet edhe kanë kriju ankth ndoshta ose depresion. Është shumë e rëndësi se dashna me pyet edhe gjuhën cëllën e përdor. Qoftë në tarot, qoftë në horoskop, qoftë në filxhan. Sa më tepër është e theksuar me aftësia e përdorimit të fjalëve që kanë dy kuptimsi apo shumë kuptimsi, aq më i mirë je në fal. Për shkak se ti e thon një sen, edhe unë e marrë dhe interpretoj ashtu që shdo une. E lën me unë në kuptu në atë formën që ti donë me besu. Ajo e ka thonë një fjallë e cëla i ka 2 ose 3 kuptime. Edhe sa ma shumë fjallë tila ka në interpretim, aq ma e besueshme është se unë e ta në kohën i marrë ato që më pëlqejnë mu. Kur kem probleme të ndryshme, ne thjesht kem nevoj me besu në dishka. Ata që janë në fe, ata besojnë shumë në Zot. Ai besim është aq i theksuar sa që e përmbrendsojnë mrenda vetë Zotin, edhe çdo veprim tyne thot Zoti e din, edhe unë nuk guxoj me bo këtë gabim ose këtë gjuna. A është më lehtë me u trajtu rastet që vinë tek ju, që kanë besim në Zot ose e gjejnë besimin dikun? Diçka të padukshme. Ajo është diçka që për fillim ju ndihmon atyne shumë. Se kur ekziston diçka në çka beson, ti fillon gradualisht me i besu vetvetes, me e njoft vetveten. Sa ma shumë e njeh veten, sa ma shumë i beson vetes, atëherë e vlerëson edhe ma tepër veten. E nëse unë e vlerësoj veten të marrim prej 10-ve, prej 1 deri në 10, me 3, është iluzore me pritu në dikush ka me vlerësu mu me 5. Po ka me vlerësu ma pak se aq. Nëse unë e du vetëm veç 5, kërkush nuk ka me mda 7. Po. Edhe kjo është e fuqizimi i vetvetes, edhe thjesht e krijojmë një mënyrë që ne tjerve ju imponojmë një respekt. Se respekt jo si pasqyrë. Për mi të regu dikujt se sa do në me të respektu, ti e të regon ato me respektin tonë. Ajo është pasqyrim. Kur ne e kem atë vetë besim. Me mendun e kom një klient, edhe ullët ka të lashet e veta, unë i thëmë, a di të shohim po provoj, që dhe klient ka me mbesu mu, kur e shet që unë e s'po i besoj vetë vetës. E jep atë pasigurin, ndoshta edhe te klienti. E për cilë. Edhe kjo sa ma bënë që më folë, unë e ma shumë i besoj. A është një lloj manipulimi edhe astrologjia? A është një lloj manipulimi astrologjia? Çdo fallë, çdo sen është thjesht manipulim.
Tash po e marrim një yll që ka shëndrit para 100 vjetë dhe na e shohim që tash, edhe qaj po e përcakton fatin, apo akum lindur në ora 12 apo 1:30, më varët shumë se ku dhe t'jem, cëllën shtëpi, në shtëpi e që ka krejt aty ka. Ariola, a beson që manipulohemi let nga Ama këto ta kanë lexime? edhe me vull, vjen keq. Ne manipulohemi let edhe manipulojmë let. Po kapem të doktore. Shumica e njerëzve e shesin e vetë besim. Unë jam një njeri shumë i thjesht, me thonë të vërtetën. Nuk shes mend me ato që posedoj, as me famën, as me talentin. Edhe e di që kam një kapacitet shumë të mirë për me konë njëri i mirë, për me dhonë sendet mira, për me konë pozitive dhe vjen dikush edhe ta përmbys ty, jo se ma përmbys mu, po them, po e bëj si krahasim. Vjen edhe e shet një vetë besim, shasht madh, shasht fuqishëm, sa kur e njef tani, ma thellë, ti e zbulot që vetëm ma i vetë besim nuk ka lidhje me atë person. Dhe me thonë, sa ma shumë e shesim vetë besimin edhe ju tregojmë të tjerëve që jemi të suksesshëm, jemi thjesht duke ju imponu të tjerëve që me na pa me një sytë ndryshe. Sa ma vetë besim të kish, e ki e ma të qetë reagimin, je ma i qetë, je ma i sigurt. Kur nuk je i sigurt e shet shumë, kërcet. Do me thonë tash une i dalloj shumë kollaj njerëzit që kërcosin, që e shesin një realitet që nuk ekziston, një vetë besim që nuk ekziston. Dhe e shesim, si popull e shesim vetë besimin. Po, jemi në fakt të brëndshëm nuk e kemi, sa e du të më ardhë së brëndshme, që më duk së jashtme. Jemi një popull që imponohem edhe duam respekt të menjëhershëm. E që respekti ndërtohet në bazë të përditshmërisë, në bazë të jetesës që kemi me njerëz që nuk i kemi familjar, që nuk i kemi zgjedh, do me thënë që nuk i kemi familjar, po i kemi zgjedh në jetën e përditshme me u shoqëru me ta. Dhe sa më shumë i shef dhe i njeh këta njerëz që e shesin këtë vetbesim, zbulon që janë shumë bosh e në fakt ky vetbesim është vetëm një Kam një opinion një mekanizëm mbrojtës, është mekanizëm mbrojtës i tyre. Patjetër që është mekanizëm E imponojnë nga jashtë, ndërsa përmenda është ai që bëhet boshorë. instinktivisht, Po ndoshta mandej pa doktor vjen edhe thyhet si pasqyra, bëhet një micopash, vetëm kur e shef të shkërmoshën këtë vetbesim të njerëzve, vetbesim të tepruar, sa është mirë kanjëherë edhe me shit, edhe me mendu që ki vetbesim të madh. për me besu në shta Për me besu vetën. Po mendoj të ata që e kanë pak një vetbesim më të ulët, duhet me shit një vetbesim shumë të lartë që janë, po themi që kanë sukses, e në fakt vetën janë duke e ndjell ato, ose janë duke e manifestu. Po ka njëherë kur i shef shkërmoshën shumë kollaj. manifestimi shkon në tjera nivele. Gati në deluzion. Unë mendoj, do me thonë, se dita, ashtë duhet ja u bëj me dje, që nuk janë sanatash bardhëzi, që me thonë është kejtë manipulimi gjuhës edhe qaq. Ekzistojnë gjana mistike, misterioze të pasqarueshme brenda edhe astrologjisë edhe tarotit. Edhe ngelen kuadrin e misterit. Po, ekzistojnë gjëra të cilat unë nuk i kam thënë edhe pse i kam pa, edhe prap i kam ndodhur njërit përballë me je. Ndoshta kam mendu që nëse kur sepi një fjalë të tillë nuk ka menduar diçka e keqe, sepse s'ka me manifestu, po ka ndodhur të zojna. Prap është manipulim. Si është manipulim nëse unë të stafash? Ti nuk e ke ditë që ki mu do, po u dove. E shofim, në qofë se ti ki shash Si është manipulim nga ana ime? Ti ki shash shumë vetë besim, po mendoj të ky profesion që ti don me ushtru, a e ushtron si profesion, si pasion, okej. Nëse ti merr të ardhura prej këtij profesioni dhe e shef shumë seriozisht, dhe një gjë që e shef aty nuk ja thua atij që ke përballë, është njësoj sikur ja thu një fjalë të mirë që si e duke pa, dhe është njësoj sikur ti jemi duke hyrë në një tjetër gjë. Jo, Ti prit po të thu ta që nëse sëroj, ja se thu ndoshta nuk jam njërit, duke ta formulu mirë. Ti e shef që diçka kesh ka me shku aty. Për shembull, ty ta jep letra ta rrot që ti ke me pas një humbje në familjar. Dhe ti për me ja kursy gjendjen emocionale. Me ja kursy gjendjen emocionale, ti nuk ja thu dhe ti e di, e merr vesh që ka ndodhur.
prap manipulim është. Çfarë lloj manipulimi? Manipulim që s'do A mja bona tregu unë me ndodha? Ja, ka dalë. Serios, unë ndërlidha me diçka tjetër. Të lutem më le ta përfundoj. Ti bën magji. Ti e ndërlidhe. Ti bën magji edhe ja ndjen Po të keqe. kështu ndërlidh me diçka tjetër, ti po thu diçka tjetër. Ti po thu që kur njëri t'ia shtin në kry që diçka ka me ndodh, ata e bojnë me ndodh çaja. E vërtetë është. E po nëse unë s'jam t'ia shtin kry pse o të ndodh apet. Se diçka ka aty. aty. E manipulu, dush me ja tregu atë që lexon. Po ti të fol për diçka tjetër, unë për diçka tjetër. Na po flasim për vërtetësinë. Nëse unë nuk jam të bo, nuk jam të ta shtin krye dhe është ndodh prapë se prapë diçka çka unë kom pa, çka ka të bëj kjo? Po pse me duhesh fjalët. me u ndikesh në ndërgjegjen tënde kur ti je Nuk duke ndihem keq sepse duke unë kam një lexu- përgjegjësi Mirë. përballë njerit Po, që kam vetëm unë. mos mbi vendosemi se del sikur jena ato zonë, Po. sqarohemi. Unë po mendoj që ti nëse i lexon letrat tarot dhe je i sinqert, për me ndihmu personin që ki përballë, ti duhet më me folë realitetin e letrave tarot. Se Ka njerëz ndoshta të cilët ka vinë me njerëz- kërkesën mos um kallza kur gjë keq për shembull. Edhe unë kam detyrim Po, për çapo më jep ti mua. Okej, ajo dën veç mu gënjy, atëre e ki shumë qartë figurën e një personi që ki shpresë e përballë. ram, do shta Nuk që është dën mi po veç ato nëse anë kallzoj vetëm pozitive. të mirat e ju të E këqijat. çka nëse ti e shen një aksident komunikacioni ku dikush dikon mund me humb, edhe nuk Ajo është ja tjetër thu sen. me pas kujdes këtë periudhë se mund me ndodhë edhe njeri e lem po, për unë dy mendoj orë që ditë nuk kujdes vozit personal, edhe shpëton A për mundesh mi ik, po, mundesh mi ik. Po, do me thonë, me nuk e di, vizualizacion. a e keni lexu, Mirë. se nuk është në e farë libri, wow, diçka, po është një pjesë të alkimistit, thotë që Zoti nuk ja jep njeriu aftësinë me parashikut të ardhmen, përpos nëse mundet me ndryshu diçka në atë të ardhme. Kur ka të bëjë me paralajmërim, me sigurinë e dikujt, po, ajo është keq tjetër sen. Po nëse jemi duke fol për diçka që aty s'u e kontrollon, unë mendoj që nga një herë edhe është ma mirë dhe mos më ta kallzu nëse e di që ta afekton ty më keq se sa mirë. Unë të paktën e mendoj ashtu. Tashti ti mundesh me konsideru si manipulim, po nëse qëllimi jam në fund të ditës është ti mos me stresu vetëm për diçka që aty nuk i kur gjë të bëj. Sunë në alti me ndodh ato. Atëherë unë apet nuk vina keq. Po vazhdoj po manipuloj. Jo, po flasim për yje. Po. Edhe tu i shikush çdo natë yjet, ti po e sheh se po vjen një komet. Edhe ti po e din sakt se ajo do t'jetë në pjesën e Afrikës jugore, ku do të shkaktohet një tsunami, një tërmet i fortë e krejt. Dhe masi po e din se po vjen ajo kometa, nuk është në rregull me i tregu asaj popullatëve, zhvendosu në Afrikën veriore derisa të kalon kjo, masandaj i kreni të shtëpia. Ajo është për paralajmërim. Po, Njerëzit kanë unë nuk fillu shoh me- kometa. Po kupton Po mirë, tsunami. po Njerëzit shikon kanë jetë fillu edhe- me besu edhe te Simpson, të cilët Po. kanë parashikuar shumë Kjo ka ngjarje, qenë shumë edhe- realitete që më përpara. Po. Vite më përpara. Vërtet. Tani duhet me shku aty me kërku kush është ky. Po, e vërtet, është në fakt që edhe doktoria përmendi më herët që kjo ekziston prej kohëve të lashta, që edhe në luftra ndoshta kur njerëz kanë dashur me Ka kriju pas luftra kanë njerëz bërë Ka Para- pas me profeci para- cëllat janë tregua dhe që i masandaj kanë lexu pak ato a më pak. një migjet edhe në librat e shajta. Me njerëz paranormal që i kanë pas situatat, kanë da kufet, ne në Tropoje kena pas të paktën 2. Që Okej. do me thonë, Kanë parashiku. po Edhe janë kur manzën është ta që njerëz janë kanë drejtu. parashiku edhe sot ka pelegrinazh tek varri i Dervishluzhës, ka pelegrinazh tek tyrbja e Rexhebelit. Do me thonë janë ka njerëz me ndjesi paranormale. Dhe njerëzit prien me besu sepse faktikisht ata kanë thonë kanë pasqyruar një realitet. Aty ku Dervishluzha ka ngulur shkopin, ka thonë këtu ka me qenë Mexha me Gjakovën, është kufiri. Do me thonë janë disa gjëna që janë të vërtetume, nuk janë vetëm bestytni, Po, po janë disa gjëna që janë të vërtetume. e vërtet. Edhe njerëz me paranormale, me ndjesi paranormale, edhe me njerëz që e shohin ka plot, disa i kena marrë edhe për ndoshta po themi me problemet shëndetit mendor, ka njerëz, por kur i shohim letrat dhe shohim filxhanin, ajo është, kam përshtypjen që shumica e njerëzve e bajnë për me marrë një benefit ekonomik, që është gjë shumë normale, gjë se cili e gjë se ku du me marrë benefitin ekonomik, po unë e mendoj që njerëzit që mas pari shohin filxhan, shohin që e kanë atë prirje, se munden me e pas atë prirje, nuk e din prej cili shpirt kanë ardhur dhe kanë jetu më përpara. Se jam Se çka janë në këtë botë. Po, se çka kanë ardhur me bën këtë botë misionin e tyne.
Unë jam për me ja thonë të vërtetën në sy sado e dhimshme me qenë ajo ti krijon një kredibilitet më të madh. Kur ja thu të vërtetën edhe ndodh, ai s'ka çare po u kthy me ardhë dhe i herë ti. Edhe me thonë po, që kjo më ka dalë se ti ma ke thonë. Qoftë ajo për mirë, qoftë E ajo vërtet, për qoftë keq. te dikush që lexon letra, qoftë një psikolog, në fakt kur e zhresh që diçka të ka dalë ose e ke pa një të mirë, një favor ndaj atij personi, keme kriju jo varësi, ndoshta po një farë besimi ose një marrëdhënie. E sfidon klientin e vetë pasire në mënyrën e të mendumet. Po nuk është që quhet më thonë e ki mirë, e ki gabim kështu drejt fytyrës. Asnjëherë sepse është qëllimi ti me ditë. Ti me marrë vesh, ti me ronë përfundim, a o mira o keq. E jo më të kallëzu të dikush tjetër. Do me thonë, sipas logjikës suaj, a është të ajo manipulima, nëse unë s'ta thëm të fytyrës sa, nështë ta ti dush me ronë përfundim. Njerëzit që kërkojnë rrugëzgjidhje të shpejta, siç janë kafja, siç është letra tarot, siç është, po themi, shenjat e zodiakut. Psikologu je në një gjendje më të rënduar. Dhe psikologu nuk ka shushtarën do të gjendjen, ai do me të nxjerrë ty prej kësaj gjendje dhe me të vetëdijsu për problemin që ti e kije. Ky nuk është manipulim, ky është me të nxjerrë prej situatës në të cilën ti ndodhesh, se nëse shkon në një gjendje të rënduar te psikologu ose psikiatri nuk mund të ta thellë ty edhe më azise. Ai do me të nxjerrë ty ndoshta prej vetbrënjes. Një tarotolog edhe astrolog i mirë nuk ta rënën. Ata janë Në fakt mboni përshtypje edhe doktori më herët që e përmendi. Më fal, ka njerëz që filxhanin, të pamen, magjit i përdorin për fitim personal. Do me thonë, nuk i përdorin në rastin e parë për me ju bë mirë klientëve, e nëpërmes klientëve kam biznes me gjeneru të ardhura. Është më mirë që me pas një njeri që është komplet i sinqert me ty, që të vallaj mu vje mirë me i pa letrat, hajde të shoh për shef, e tani ti e bë ritual këto. Se sa ti kur imponohesh edhe thu filani ka vendin që ati, hajde të shkoj të shoh çto. Unë i urrej njerëzit që e kanë për përfitim të parë. Po. Se kur bëni mirë, përfitimi të vjen mrapa. Edhe mendoj që është ma e sinqert me i thonë dikuj që nuk di me e bo këtë punë, e bëj për shef. Edhe ti po pret që kjo ka me interpretu plot personave horoskopin. Nuk e kom ose letra tarot edhe me prit përfitimi jot ka me arë mas 6 mujve. Ti fillon me punu me interpretu tash edhe ajo ka me ardhë. Thjesht është një nevojë e jonja me unë mbështetën diçka. Me besun diçka. Kem nevojë si njerëz. Me besun diçka që është më e madhe se na, që ka fuqi më të madhe se na, ose dikush që është një kujdesari joni edhe për kujdeset për mirëqenjen tonë. Ne kem nevojë si njerëz, vetë natyra njerëzore është e tillë. E kena Zotin. Ata që nuk besojnë Zot. Jo, unë veç e di që ekziston Zoti. Nuk jam më në fazën e besimit. Në rregull është për ty. Personat që nuk besojnë Zot. Ju duhet një mbështetje dikun që nuk e shohin. Ata prap kanë nevojë me u mbështetën diçka në natyrë, në gjejnë diçka në çka besojnë. Edhe krijojnë një farë varësie ndoshta. Që taroti, astrologjia nuk janë për me u besu, se s'janë Zot në ato, as nuk janë religione, janë, si që thash më herët, janë vegla. Veç mu përdor këto, për me njoft vetëm, për me marrë një perspektive ekstra, që ashtu duhet më konsideru. Sa i përket pjesës së pagesës, më vjen keq opinioni im është që nëse din me bu diçka mirë, kur s'do me bu pa pare. Se është energjia, nuk e thash për ty. Po e kuptoj që nuk është për mua, ona veç po flasim, kështu. Nëse kjo është temë tjetër, po. Mund shkruajnë nështë 20 njerëz. Absolutisht po. 20 njerëzve unë me harxhu kohën ta frym, pa pare, dhe s'po foli pa lidhje, po interpretoj diçka që kom mësu, kom harxhu kohë me mësu qita. Mu investu, po e vërtet. A përdin nështë edhe me bu për qefi një pagesë vogël e kisha lyp sa mos me thonë. Jo, shumë e drejtë. Po, është sidomos një punë është që edhe kërkon shumë energji, kështu edhe shpirtërore, sa i përket pjesës leximit të letrave. Përmendëm edhe për fillimit e emisionit që ka pas dhe me thonë që shumë gjëra kanë qenë edhe të vërtetuara, ka pas tarot lexues
shumë të zot, po ka edhe prej tyre në si çdo profesion që ndoshta janë më mashtrues ose e keq përdorin edhe punën. Me që jemi edhe drejt minutave të fundit, ndoshta cili do të ishte mesazhi, doktor, për gjithë ata që janë të varur ta lexojnë horoskopin ose letrat tarot, çka do ju thoje? Është një mënyrë e mirë e argëtimit, por duhet me gjetë vetën edhe me i besu vetës. Ajo është ajo që na dërgon në një qëllim caktum ose në një drejtim caktum. Nuk i besoj parashikimit, nuk i besoj yjeve cilat kanë shëndrit para 200 vjetë, disa janë 50 vjetë, edhe aty shihet e armja, po është mënyrë e mirë e argëtimit edhe me letra në varet, nëse e merr ato letrave dhe ja bjen një tjetër, me siguri dalin në ndryshe, edhe ato janë një rasti që shpërzihen, e që ajo rasti është fati jam, ajo është diçka që nuk besohet, po çfarë niveli do të mbërrim është krejt ajo sa i njohim vetën, sa i besojmë vetës, kur e njohim mirë vetën, i besojmë vetës, e dojmë vetën, atëherë kemi me vlerësu vetën. Kur ta vlerësojmë vetën, atëherë çdo rrugtim është. Se shumë shpesh na i marrin dështimet që është fundi botës. Jo, çdo dështim është një shkollë. Nuk ka shkollë e cila nuk paguhet. A e pagun me pare, a e pagun me emocion, është diçka tjetër. Ashtu që dështimi është pjesë e pjekurisë dhe e zhvillimit tonë. E nëse shkojmë me vetbesim, thjesht e kuptojmë si edhe njëherë nuk jemi në trup, duhet me shkon tjetër. Po, ndoshta na mëson më shumë edhe dështime. Jo ndoshta, po ne mësojmë prej dështimeve. Një Velca, po një mesazh për gjithë ata që konsiderojnë është astrologjinë si mashtrim. Astrologjia, taroti, çfarë do lloj forme divinimit nuk e zaventson punën e vërtet me vetveten. Këto doni me ditë. Edhe unë vetë që e bëj, ja u sugjeroj njerëzve me marrë me sportivitet. Do me thonë, ja u sugjeroj njerëzve me marrë si një sen arktus, kur të fol, kur të ngën, me nxjerr diçka ma tepër, se sa si përfaqen, se sa çka mund të me ndodhë, se çka o kjo, çka është ajo. E ka interesante në vetë, definitivisht, jo pse kejtë thashtë e din me kuptu tarotin në atë fakt mënyre të thellë, po ka njerë ma mirë me lyp një lexim të thellë se sa një lexim kështu pika të shkurta që apo bëhet. Amo saj përket atyne që mendojnë që është mashtrim, të thënë të drejtën në nuk jam këtu për me bind kërkën që është kështu ose ashtu. E rëndësisht mja kësaj pune është që për atë sa nuk ju bën dëm njerëzve, për atë shku sa e bën jetën ma interesante, nuk është nevoja më të pengu. Edhe ai që nuk merret me astrologji e me tarot, e ka dikon ilaçin, e ka dikon atë helmin e vet, çka do kofta ajo, edhe nuk e di tash cila është ajo për juve, po e dini ju për veten e juve. Kaq, do me thonë. E gjim vetën se cili. A bon me t'lut diçka. Se e posh këmishën e Roldes me plot tyje. Çka kishe nxjerr prej asaj këmishe? A e ke bo kështu me vedije, ke thonë masi e kim temën? Jo. Dhe vesh për qifi. Kam pas me vesh një fustan shumë glam edhe e pash që njerëzit vinë ma casual, e po ta një këmish blu edhe thash jo e zeza më shkon ma shumë se nuk na ki tregu se të kishim përshtojt sot kishim marrë plot tyje dhe thash me po. Rastësi, pra. Faleminderit për vëmendjen, doktor. Qa do me thonë rastësia, Velca të piti doktore? Ja, kemi folur për yje. Isha lidh te ai helmi, se cili e ka në fakt si doktore, si më fal emrin, Velca. Se cili prej nesh mundohet me bë të mirë edhe me potencu talentin ton. Edhe unë si aktore më ka ra shumë herë me lujt role që nuk janë të karakterit tem, që nuk jam unë e ky personazh, me nxjerr shumë prej njerëzve, me vjedha aty tek këtu shenja të personalitetit, të karakterit, me i remiksu bashk. Edhe unë e kom ato temen doktori jep të klinika, Velca jep tek profesioni saj, e unë e jap te aktrimi ku i mësoj fëmijët me pas vetbesim, prej në hapat e vegjël, i mësoj me pas vetbesim, jo vetëm të vegjëlit, po edhe të rriturit, me kalu në një profesion i cili i përfaqëson në fakt të gjitha profesionet, gjuhën e trupit, fjalorin, të folurën,
leximin e gjuhës trupore, leximin e mendjes së tjetrit, një skanim i përgjithshëm, kështu që secili mundohemi me më dhënë dhe me i bë mundi mirë njerëzit në atë talentin që kena. Nuk kam mesazhe, besoni sa më shumë ku të dëni vetëm me që ndihuni mirë. përmende edhe këtë pjesën që tash je një lloj edukatore në fakt për gjithë këta fëmijë të vogël që po i ndihmon në komunikimin edhe ndoshta formimin e tyre. E kam marrë këtë shtys jo vetëm si artiste, e kam marrë këtë shtys duke qenë prind rreth parë, duke parë që fëmijët tanë nuk po rriten siç jemi rritne. Ne kena pas një jetë sociale. Sot fëmijët po rriten shumë introvert, shumë pa vetbesim, edhe pse janë ma zgjuar se sa ne. Vetbesimin nga njëherë kanë shumë ma të ullt, ka nevojë për direction, ka nevojë për me i mbajt. Po ma të zgjuar se na janë. Dhe këta ka nevojë vetëm për kurse që ja u potenco karakterin, që ju mëson një profesion, qoftë ky profesion nuk ka me kanë ndoshta ai i jetës së tyne, por ka me ju mësu një disiplinë, ka me ju mësu një përgjegjshmëri, ka me ju mësu shumë gjëra që kanë me ju vyt shumë shpejt në jetën e përditshme. Qoftë ajo në shkollë, qoftë ajo me rrjetin social, të cilin kanë me përsërit, po pse jo edhe ata që donë me ndjekë ëndrrën e vet me u bë artista në të ardhmen. Cila është mungesa më e madhe që po e ndjejnë fëmijët tanë? Liria, mungesa më e madhe që po ndjejnë fëmijët tanë është të qenit të socializuar, bashkëbisedimi, interneti, rrjetet sociale, telefoni, ja u ka marrë komplet kohën e botës, nuk po din më as me fol. Ma shumë fëmija jonë po flasin anglisht, po ja asimilo anglishtja, dhe lojrat fëminore që ne kena kalu, këta nuk po i kalojnë më, po kalojnë shumë kohë në vetmin e tyre, me smartphone-at e tyre. A duhet t'jem pak ma kritik për vetë-vetën? Unë mendoj që Ne po ju mungojmë. Fëmijët tonë e kanë mungesën e madhe të neve. E vërtet, prindve. E vërtet, doktor, ajo që është mungesa më e madhe se aty fillojnë ata me u formu. Ata nuk kanë nevojë për paret tona, ata nuk kanë nevojë për dhuratat tona, sa kanë nevojë për kohën për tonë. neve, për kohën tonë. E vërtet, po kur kjo kohë... Po jo, nuk ka arsye. Ka arsye. Nuk ka arsye, sepse jeta bën shumë e vështirë. Nuk shkojmë ju blejmë një iPhone 16, që blejmë një diçka më të lirë, e kalojmë më shumë kohë me ta. E nëse ne dojmë me i mbri gjitha me i ble, atëherë kemë shumë më pak kohë për ta. E ajo koha që ju mungojmë na në këtë fillim tjetës tyre, nuk kompenzohet kur. Ajo nuk kthehet kur. Është vërtet, edhe kjo që... Kur? Ajo mungesa 3, 5, 6 vjetë. Është shumë e vërtet. Është e pakfyeshme. Është shumë e vërtet, por nuk duhet me i fajsuar në radhë parë vetëm prindrit. Duhet me fajsu sistemin, jeta është shtrejtu, rrogat nuk janë kërka, jeta është bë shumë intensive, edhe është një problem modern që po e karakterizon gjithë botën fakt. Për mos me i lanë fëmijët vetëm, prindrit janë detyruar me ju ble telefona, fëmija tani po mbyllet në dhomën e vet. Prandaj une është kostoja e gjithë kësaj? Është kosto shumë e madhe, po une prandaj kom investue në këtë kurs që është minimalisht për ata që vinë 1 ose 2 herë është 6 herë në javë, e për ata që vinë më shumë është 4 deri në 5 herë në javë, duke qenë se është edhe arritshme për çmimin që ka akademia, që fëmijët e tyre të kalojnë një kohë kualitative, të njohin vetveten, të socializohen me fëmijë të tjerë, të mësojnë një profesion edhe ta kalojnë kohën në mënyrë aktive, me një qendër formuese për fëmijët e tyre, nëse këta prindër nuk kanë kohë me kalu me këta fëmijë. Paktën të gjejnë një vend ku jam e gatshme që këtyre fëmijëve me ju dhuru fëmirin më të bukur normalisht që mungesa po e familjes nuk zaventohet në asnjë formë, po duke e ditë që ky është një problem modern tashmë. A mundet me u zaventu qumshti i nanës për një fëmijë të posalit? Tash edhe po zaventohet në fakt. Po zaventohet doktor, jo me dëshirë, po. Nuk është ajo por me mundësi. Për çka fëmia ka nevojë. Nuk e ka atë njëjtin nivel, se është imuniteti, ka këto gjëra. Mandej është edhe lidhja emocionale ndryshe. Nana dhe fëmijës. Doko do të tregoj diçka dhe do ndërlidhem me këtë që sapo the. Le ta kthejmë, ta bëjmë, ta dramatizojmë se e bëm gjën shumë dramatike.
Vajzën e madhe më ka dashur muajin e 5 me ushqy me formul. Jo se nuk doja unë, se fëmijët e tjerë kom ushqy edhe një vit e gjys, edhe 2 muaj, po isha shtatzon me Rubinin edhe gjini ishte thartu dhe më ka dalë ma e zgjuta doktor me formul. Po, ka edhe rastet që do me thonë edhe... O shumë fëmijë empatik, o shumë fëmijë mirë. Doktor, jo gjithmonë se i trembim nona që kanë me ushqy me formul Një fëmijët. profesor i pediatrisë, gjatë kohës sa isha student, e ka pas një shprehje. Tomli Lopës është për viqin, Tomli Nanas është për fëmijë. Që nuk zavendësone. Nuk zavendësone, ama mos i trembim nona jo, që e vërtet, i në ushqin fakt, me në formula që probleme nuk kanë edhe- me bon fëmijë të mirë, e zgjuar, empatik. Jo, s'po du me i Se edhe unë tremb, ju kam tremb kësajt formulës, ka pa një herë ham ka s'ka po dalë du me i shqipje. inkuraju nana që mës me ndodh këtë me i ndërprej gjithanjen për shkak të arsyeve të të punës ndryshme. ose dinamikës ditës, që në fakt është bo një Se program është që kjo diçka që kërkon nuk një zavendësohet temë kurrë. tjetër. Po kanë njerë nuk kanë Edhe- Shiko, shqipje. prindrit për janë arsye. në 2 ose 3 punë gjatë ditës. Duhet me i kuptu Po. që Kjo është janë fakt një temë tjetër. të zanë me arrit ritmin e jetës edhe dinamikës, po prandaj po them që nuk duhet me i fajsu prindrit e sotshëm. E vërtet. S'ka Që po nuk kanë duhet kohë të se prindrit tonë kanë punu Kanë pas kohë dhe kanë jeta punu ka qenë më e tetore dhe lehtë. kanë qenë shpi. E vërtet. Jeta sot kërkon më shumë investim, si të financave, të shkollimit, Vetëm fëmijëve duhet tjerë dhe me marrë dyat sa është vështirë humbim, me i sa balancu. fitojmë. Kështu që ndoshta një temë tjetër do ta diskutojmë këto pikërisht bashkë me Ariolën edhe me juve doktor, ku unë e falenderoj fakt Ariolën edhe mesazhin e saj përmbyllës për këtë iniciativë që e ka marrë së bashku me gjithë fëmijët që shkojnë tek akademia ku është Ariola, edhe juve po ashtu për gjithë mesazhet gjatë këtij edicioni edhe shpresoj që ndoshta do të shihemi në edicionet e tjera. Me që jemi edhe drejt fundit, edhe pse koha shkoi shumë shpejt, këtë temë ndoshta do ta realizojmë një herë tjetër. Po do ishte interesante, doktor. Se është hera 2 që jam në një panel me doktorin edhe është nëjsi. Faleminderit Nëjsi shumë. edhe për vecën. Faleminderit. Mes të dashur, kështu edhe po e përmbyllim këtë edicion, e nisë bashku do të shihemi të dielën e ardhshme e deri atëherë mirë mbetëre.